Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri, përshëndetje të dashur miq, jam këtu me ju sërish së bashku për të ndarë reagimin e fundit që ka bërë familja e Gjestit në Instagramin zyrtar të Gjestit. Vetëm para 30 minutash, për herë të parë për këtë ngjarje të pamoralshme, ka reaguar familja e Gjestit. Në një shkrim ato thonë, ende jemi të tronditur dhe me një dhimbje shumë të madhe në zemër nga ajo që ndodhi mbrëm në shtëpinë e Big Brother VIP. Pamjet e dhunës ndaj Gjestit ishin të vështira për t'u parë dhe akoma më të vështira për t'u përjetuar si njerëz që e njohim, e duam dhe që e dim sa zemër mirë dhe i pastër është ai. As kush nuk meriton të dhunohet, as brenda në lojë, as jashtë saj. Gjesti hyri në atë shtëpi me respekt, me edukat dhe me zemër plot mirësi. Nuk e meriton kur një përballje të tillë të dhunshme. Dhimbja që ndjejmë është e madhe, por jemi krenar për të. Krenar që edhe në atë moment zgjodhi të mos reagoj me dhunë. Krenar që qëndroi fort dhe i qetë, por edhe kur u sulmua padrejtësisht. Ky postim nuk është vetëm një reagim, është një thirrje për drejtësi, për reflektim për njerëzi, sepse dhuna nuk mund edhe nuk duhet të jetë kur pjesë e asnjë formati, asnjë loje, asnjë shoqërie që pretendon të jetë e shëndetshme. Faleminderit nga zemra të gjithëve ju që jeni në krah të Gjestit, dashuria juaj i jep forcë Gjestit. Ky është reagimi në Instagramin e Gjestit nga familja e Gjestit, të cilët kanë reaguar për sulmin që ndodhi natën e mbrëmshme në shtëpinë e Big Brotherit nga Jozi kundër drejt Gjestit. Ajo që unë e thash më herët, Gjesti tregoi një maturi të papar, qëndrimi i tij i heshtur, qëndrimi i tij mos reagimit, që për t'ia kthyer Jozit në të njëjtën monedë, ashtu siç Jozi veproi me Gjestin, e bëri edhe një herë të treguar që Gjesti është një djalë me shumë vizion, Gjesti është një djalë me shumë pasion dhe Gjesti është një djalë me shumë qëndrim dhe ka një zemër të mrekullueshme dhe një shpirt fantastik dhe në asnjë mënyrë nuk bëhet, nuk fliq duart e veta në një ngjarje që vërtet mund ta njollos imazhin e personazhit tjetër, ku në këtë rast Jozi ka njollosur imazhin e tij. Nuk ka një reagim nga familjarët e Jozit apo nuk ka një reagim në Instagram të Jozit për një kërkim falje të mundshme për veprimin që ndodhi me Gjestin, por gjithsesi domethënë kjo që ndodhi ishte e paprecedente dhe shumë e turpshme, gjë të cilën e quajnë të ktillë edhe familjarët e Gjestit.